Okej, besoj se mund të vazhdojmë tani. Momentalisht janë 71 persona që janë online. Okej. Në rast të parë, shumë faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen në aktivitet dhe duke parë nga audienca që ka marrë ky aktivitet, shpresojmë që të kemi edhe aktivitetet e tjera në vazhdim. Unë quhem Ornella Barti dhe do jem moderatorja e këtij eventi. Por para se të nisja me eventin, doja që t'ju shpjegoja disa gjëra të vogla teknike rreth këtij eventi. Të gjithë pjesëmarrësit e kanë mikrofonin e fikur dhe mikrofoni do i jepet vetëm personit që do prezantoj ose do i kthej përgjigje pyetjeve që bëhen nga publiku. Kushdo që ka pyetje mund ta bëjë atë në chat ose në question që është aty. Dhe të gjitha përgjigjet do kthehen pasi të mbaroj prezantimi. Nëse dëshironi të flisni me persona specifik, atëherë mund t'i kontaktoni këto persona në chat duke klikuar tek emri i tyre, apo nëse doni të bisedoni me të gjithë, duke shkruar atë për të gjithë. Por çfarë do lloj paqartësie mund të më shkruani mua direkt në chat. Pa unë përkohë, unë po bëj një prezantim të vogël për mua dhe më pas për temën e aktivitetin e ditës. Unë jam një doktorante e inteligjencës artificiale të aplikuar në mjekësi në Universitetin e Deusto në Spanjë. Jam fituese e grantit Marie Curie, i cili është një ndër programet më kompetitive për kërkimet shkencore të ofruar nga Komisioni Evropian. Para doktoraturës kam ndjekur studimet master në Francë, Finland, Rusi dhe Suedi, pjesë një programi master Erasmus në fushën e Internet of Things dhe impaktit të teknologjisë në mjedis. Studimet bachelori kam përfunduar në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe në Universitetin City University London në inxhinieri kompjuterike. Sikur se thash, Marie Curie, grantet Marie Curie japin Marie Curie Action ose programi Marie Curie bashkëpunon shumë me Komisionin Evropian, pasi është një ndër programet e krijuar nga Komisioni Evropian. Dhe këto organizojnë shumë evente të kësaj natyre rreth shkencës dhe inovacionit. Ndër to janë ditët europiane të kërkimit dhe inovacionit, që për momentin janë dje, sot edhe nesër. Shkenca është e mrekullueshme ose Science is Wonderful, është një tjetër, po ashtu European Researchers Night, netët e studiusve europian, sikurse dhe Falling Walls Lab, që Marie Curie, programi Marie Curie e krijon, organizon eventin e tij posaçërisht. Dhe të tërë këto projekte, evente kanë si për qëllim afrimin e kërkimit shkencor me publikun, pra demokratizimin e kërkimit shkencor në përgjithësi. Më shumë se kur, sidomos këtë vit, është parë që kërkimi shkencor është shumë i rëndësishëm, pasi shumë shkencëtar kanë përveshur mëngët që të gjejnë si u krijua dhe si ta luftojmë dhe të mësojnë sa më shumë COVID-19 dhe po ashtu për të gjetur një vaksinë kundër kësaj sëmundje. Po ashtu kërkimi shkencor është i prekshëm në jetën e përditshme, sikurse përdorimi i telefonit, i laptopit, makinës, dronëve dhe pjesë të ndryshme brenda tyre. Ka disa kërkues shkencor që kanë punuar për vitesh që këto mjete të përmirësohen dhe të arrijnë aty ku ne mund të përdorim sot çdo ditë. Por kërkimi shkencor nuk është vetëm në teknologji, ai është në mjekësi dhe në fusha të tjera, në çdo fushë të jetës.
sidomos në mjeksi për shembull për zhvillimin e ilaçeve të reja për sëmundje të ndryshme ose edhe për krijimin e teknikave më të avancuara. Po ashtu, një temë tjetër shumë e ngrohtë është edhe ngrohja globale, dhe kjo jo sepse është e tanishme, por këto vitet e fundit është akoma më shumë e pranishme për shkak të demonstrimeve dhe marshimeve që janë bërë në mbar botën. Siç e thash pak më parë, kërkimi shkencor prek çdo sferë të jetës, nga mënyra se si ne mësojmë dhe bashkëpunojmë me njëri tjetrin, tek ekonomia, po ashtu edhe tek gjetja e planeteve të reja për të jetuar. Temat e dy të ftuarve të sotëm bëjmë fjalë pikërisht për fushën e mjedisit edhe për mjekësinë, por para se të dëgjojmë prezantimet e tyre, doja të falenderoja dhe t'ju jepja fjalën 3 personave shumë veçante të rëndësishëm për krijimin e këtij eventi, sepse pa mbështetjen e tyre, ky event nuk do të kishte marrë përmasat që ka marrë sot, duke pasur pjesëmarrës nga gjithë bota. Atëherë pa humbur kohë, ftoj Mirela Muçën, drejtore të Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, të jap fjalën e saj. Faleminderit Ornela. Unë jam Mirela Muça dhe siç më prezantoi Ornela, drejtoj Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Së pari unë dua të falenderoj Ornelën për gjithë angazhimin e vet dhe për faktin që është aktive, megjithëse është jashtë Shqipërisë, por është shumë aktive edhe me institucionet shqiptare, si ato të kërkimit shkencor, universitetet, por edhe me institucionin që unë drejtoj, për të përmbushur të mision që ka ky institucion për promovimin e kërkimit shkencor në Shqipëri. Unë nuk besoj se të gjithë e njohin Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, kështu që e ndjej për detyrë që ta prezantoj këtë agjenci dhe të ndaloj në disa aspekte kryesore mbi të cilat kjo agjenci punon dhe ka ndërtuar të gjithë punën e saj dhe gjithë misionin, aspekte ndryshme të misionit që kjo agjenci ka. Agjencia është një institucion në varësi të Ministrisë Arsimit, Rinisë dhe Sportit dhe kontribon në mbështetje të individëve që janë kërkues shkencor, grupeve të kërkimit shkencor apo të njësive të kërkimit shkencor që janë të vendosura ose të ankoruara qoftë në universitete, në institucionet e arsimit lart, por edhe në organizata të tjera që mund të jenë organizata të biznesit apo organizata të think tankut apo njësi të ndryshme të kërkimit shkencor. Misioni i agjencisë është të vlerësoj, të financoj dhe të monitoroj programe dhe projekte në fushën e shkencës, teknologjisë dhe inovacionit. Agjencia synon të financoj projekte në fushën e biznesit, vogël të mesëm, si dhe transferimin dhe modernizimin e teknologjive të tyre. Në nivelin kombëtar, agjencia punon me institucionet qeveritare, bashkëpunon me universitetet dhe institucionet kërkimore në zbatim të një strategji, që është një strategji kombëtare për zhvillimin e shkencës, teknologjisë dhe inovacionit. Pra punon në bazë të disa politikave të cilat janë të hartuara dhe të miratuara nga qeveria e Shqipërisë. Në nivelin ndërkombëtar, agjencia promovon dhe koordinon pjesëmarrjen e Shqipërisë në përgjithësi të institucioneve të veçanta shqiptare në programe rajonale ose programe më të gjëra, që mund të jenë programe europiane, në fushën e shkencës, në fushën e inovacionit dhe të teknologjisë, siç janë programet që mund të jenë të mirënjohura për ju të gjithë, që janë Horizon 2020, Euroaccess, Eureka, Tempus, Cost, Erasmus e tjerë. Një fokus i veçantë që ka agjencia në gjithë këtë misionin e saj të mbështetjes kërkimit shkencor është, siç e përmenda, edhe sektori privat. Dhe mbështet pikërisht ato projekte të sektorit privat, të cilat kanë një përparësi të lartë kombëtare
siç janë shëndeti publik, bujqësia, turizmi, mjedisi dhe degë të tjera të ekonomisë që janë në prioritetet e qeverisë shqiptare. Por të gjitha këto, agjencia mundohet që t'i bëj, paralelisht edhe me një e cila hyn në misionin e agjencisë, por është një, le të themi, detyrë që ne me shumë vullnet dhe me iniciative kemi ndjekur gjatë këtyre viteve që është edukimi shkencor. Pra nuk mjafton që ne të promovojmë shkencën ose iniciativat me projekte shkencore, por duhet të punojmë edhe që shkencëtarët potencial të kenë të rinjtë që mund të jenë shkencëtar potencial të kenë një mjedis miqësor dhe të promovohen në këtë mjedisin ton të shkencës. I gjithë stafi jon beson se nuk mjafton që shkencëtarët thjesht të avancojnë në agjendat e tyre të individuale të kërkimit shkencor dhe të mbeten në kërkimet e tyre, por ato duhet që të bëjnë më shumë për të kontribuar në shoqëri në mënyrë që të rejat shkencore ose gjetjet e tyre shkencore t'i ndajnë edhe me një grup më të gjerë të publikut dhe kryesisht me të rinjtë, në mënyrë që t'i bëjnë ata më të interesuar, t'i bëjnë ata më kuriozë për shkencën dhe kërkimin shkencor përgjithësi. Po cili është roli i agjencisë në këtë mes? Agjencia organizon aktivitete, ne nuk kemi shkencëtar në përbërjen tonë të stafit. Stafi jon nuk është përbëhet nga shkencëtar, por kontribon në organizimin e aktiviteteve të ndryshme që kanë për qëllim shkëmbimin e përvojave të shkencëtarëve në mënyrë që praktikat e mira të tyre të ndahen sa më gjerë me, le të themi, kolegët e tyre shkencëtar të organizatave të tjera, në mënyrë që shkenca, kërkimi shkencor, gjetjet e kërkimit shkencor, rezultatet e arritura të mos jenë të izoluara, por të njihen dhe të bëhen pronë e një grupi sa më të gjerë dhe mundur. Meqense ky event targeton më shumë të rinjtë dhe le të themi nga ndjekësit që unë shikoj janë më shumë të rinj të shkollave të mesme, student, doktorant, që mund të jenë disa prej tyre kërkues shkencor potencial ose që janë në rrugën e kërkimit shkencor dhe kanë filluar janë hapët e parë të kërkimit shkencor. Ne mundohemi që të gjithë këto potenciale të mëdha t'i nxisim për një ndikim pozitiv në gjithë mjedisin tonë. Ne besojmë se të gjithë këta të rinj kanë brenda vetes diçka që duhet dhe që nevojitet për të bërë një ndryshim të caktuar. Dhe për këtë gjë ne kemi nevojë që këta të rinj të marrin guximin, për kuriozitetin për të kërkuar, të marrin guximin që të futen në rrugën e shkencës dhe të kenë sukses në mjedisin e tyre, në shkollë, në auditor, në laboratore, në mjediset përbashkëta shoqërore, edhe në shtëpi nëse ato e ushtrojnë këtë aktivitet aty. Ne duam që këto shembuj të cilët mund të jenë të shkëputur, të cilët mund mos jenë të njohur për gjithë, ti promovojmë dhe ti bëjmë ato të njohur edhe në mjedise të tjera përveç mjediseve të ngushta të laboratorëve dhe të auditorëve të tyre. Në fakt përpara se sa unë të hyja në këtë panel, kur u ftova për të marrë pjesë në të, i drejtova disa pyetje stafit ton, stafit të ngushtë që punon me mua, por edhe të rinjve të tjerë që kanë interes për shkencën, për t'i pyetur çfarë mrekullie kanë gjetur ato ke shkenca, pse është ajo e mrekullueshme dhe cilat janë argumentat që ne mund përdorim për ta bërë shkencën sa më miqësore dhe sa më të afërt për të rinjt edhe për ata që aspirojnë të merren me të. Dhe nga përgjigjet që mora, përgjigjet më të shumta ishin ato që lidheshin me imagjinatën. Pra, shkenca fillon me imagjinatën dhe kjo
unë besoj që nuk ka gjë më të bukur, sepse secili nga ne aq shumë të rinj bëjnë pyetje rreth të ardhmes sociale, rreth të ardhmes së mjedisit, rreth të ardhmes së teknologjisë, ushqimit e aspekte të ndryshme të jetës, dhe këtu fillon imagjinata, duke bërë pyetje ata japin përgjigje duke imagjinuar. Një përgjigje tjetër që mora është sepse nuk mjafton vetëm imagjinata, por edhe logjika është le të themi një dimension shumë i rëndësishëm për të bërë për kërkimin shkencor. Dhe pikërisht këtu qëndron dhe e bukura, imagjinata e kombinuar me logjikën. Po nga ana tjetër, shkenca kërkon guxim dhe vendosmëri. Kërkon guxim sepse duhet të evidentohesh si kërkues shkencor, duhet të tregosh që ke kuriozitet ose ke interes për një kërkim shkencor, dhe nga ana tjetër duhet vendosmëri, sepse sigurisht kërkimi shkencor të vendos përpara të papriturave dhe përpara edhe barierave, të cilat duhet i kapërcesh dhe për këtë duhet vendosmëri. Dhe mund të rendis këtu përgjigje pafund. Për shembull, shkenca është pa limite, nuk ka limite në shkencë. Domethënë ti fillon një kërkim shkencor, por nuk gjen fundin aty. Mund të japësh përgjigje për disa pyetje, por nuk e gjen fundin për hipotezat dhe për pyetjet të shumta të ngritura. Është një rrugë e hapur, domethënë ti mund ta fillosh kërkimin shkencor, por të tjerë mund ta vazhdojnë dhe të plotësojnë, të japin përgjigje për pyetje të cilat ti nuk i ke zgjaruar. Pra, gjitha këto janë, le të themi, mrekullitë përpara së cilave të vësh shkenca. Tani është puna ime të promovoj kërkimin shkencor, është sigurisht detyrë funksionale, por edhe një nga interesat e mia që ta bëj këtë, jo vetëm e imja, por dhe institucionit që unë drejtoj dhe stafit, padyshim, dhe të gjitha këto dëshira, objektiva janë të materializuara në politikat e këtij institucioni, që është Agjencia për Kërkim Shkencor dhe Inovacion, por edhe në politikat të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, dhe më tej në politikat e qeverisë shqiptare. Unë besoj se isha mjaft për të bërë një prezantim përgjithshëm për këtë institucion, por nga ana tjetër mirëpres të gjitha pyetjet që paneli mund të drejtojë, pyetje që kanë të bëjnë me institucionin në vetvete, pyetje që kanë të bëjnë me praktikat që ne ndjekim për mbështetjen e kërkimit shkencor në Shqipëri, pyetje që kanë të bëjnë me projektimin e këtij institucioni në të ardhmen, si e mendojmë ne që do të jemi mbështetës dhe stimulues dhe promovues të kërkimit shkencor në Shqipëri. Pra, të gjitha llojet e pyetjeve që kanë të bëjnë me fushën e përgjegjësisë që ky institucion ka. Faleminderit Ornela, faleminderit gjithë panelit, të gjithë atyre që janë regjistruar dhe po dëgjojnë këtë event. Shumë faleminderit Mirela. Atëherë pa humbur kohë, fjalën ja lëm Linda Pusina, e cila është nga zyra e përfaqësuese e kryeministrisë dhe koordinatore aty. Përshëndetje të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhje në këtë event, i cili mbështetet nga Kryeministria dhe konkretisht nga Departamenti për Zhvillim dhe Mirëqeverisje, ku edhe unë jam pjesë. Jam sot këtu jo vetëm për ta përshëndetur, por edhe për ta mbështetur këtë event që zhvillohet për herë të parë në Shqipëri, në emër të Kryeministrisë, pasi ne konsiderojmë afrimin e të rinjve me shkencën si një prioritet të qeverisë. Do doja të falenderoja së pari Ornelën, Ketin dhe Mirjanin për iniciativën që kanë marrë, dhe gjithashtu do doja të falenderoja Delegacionin Evropian dhe EU for Innovation, GIZ-in, të cilët mbështetën dhe suportuan këtë event dhe patën një disponibilitet më njëhershëm për të organizuar gjithçka në një kohë rekord.
në fakt sot në Shqipëri flitet shumë pak për shkencën dhe shumë për politikën në mediat dhe rrjetet sociale dhe shpesh modelet që më promovohen nuk janë as pak ato më të mira të profesionistëve më të mirë apo kërkuesve më të mirë, duke i dhënë fakt të rinjve shqiptar një realitet të ndryshëm nga i bashkëmoshatarëve të vet në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ajo që duam të bëjmë është të ndryshojmë këtë realitet dhe prandaj jemi sot këtu për të mbështetur iniciativa të tilla të kërkuesve të rinj në diasporë në Shqipëri, me qëllim që jo vetëm të rinjt shqiptar të shikojnë mundësitë e jashtëzakonshme që shkenca ofron për të ardhmen e tyre profesionale, por edhe për të kuptuar njëkohësisht se si shkenca, e cila shpesh duket edhe si diçka abstrakte, ndikon në jetën tonë përditshme, në shëndetin, në natyrën, në ambientin që na rrethon. Gjithsekush nga ju do të marr sot një pilul fare të vogël me informacion nga bota e madhe e shkencës, e cila me shumë mundësi do të arrijë t'ju entuziazmojë edhe juve dhe do ju hap disa dritare të reja në të ardhmen tuaj, konsideruar që jeni një moshë që bën zgjedhjet për të ardhmen. Nga ana tjetër, mbështetja e këtij eventi synon edhe që të rrisë angazhimin në Shqipëri të kërkuesve dhe profesionistëve të rinj jashtë vendit, kontributin e tyre, duke dhënë kontributin e tyre nga larg, pa që nevoja që të vinë sot këtu, dhe duke ndihmuar kështu në promovimin dhe zhvillimin e shkencës në Shqipëri. Gjithashtu, në këtë mënyrë ne nxisim bashkëpunimin profesional dhe shkencor me të rinj brenda dhe jashtë vendit dhe mendoj në fakt kohën kur unë isha në moshën tuaj edhe kisha aq dëshirë që të merresha me kërkim shkencor, më apasiononte kjo pjesë dhe zgjedhjet e mia për universitetin i bëra pikërisht mbi bazën e atyre pasioneve që kisha për të bërë kërkimin shkencor. Ndoshta aso kohë ishte pak më ndryshe, ishte shumë vështirë që të lidheshe, nuk ekzistonin mjetet e sotme të komunikimit, Shqipëria ishte një periudhë tranzicioni, pra ishte totalisht një periudhë tjetër e cila nuk ofronte mundësitë që neve kemi sot. Megjithatë ishte një periudhë mrekullueshme që dhe eksperiencën që unë kam pasur vërtet e kujtoj me shumë kënaqësi, dhe por nga ana tjetër kërkonte edhe shumë sakrifica, dedikim, këmbgulje për të arritur ato rezultatet që neve gjithë kishim menduar ose kishim në plan të punës për të arritur. Shqipëria në fakt është duke bërë hapa përpara, patjetër që nevojitet dhe shumë punë për të bërë dhe kërkohet edhe angazhimi të gjithëve, përfshirë dhe i më të rinjve që kanë edhe entuziazmin dhe dëshirën për të punuar, edhe japin edhe atë tempin dhe ritmin kërkimit shkencor nëse do ishin shumë të angazhuar. Dhe prandaj ne duam që pikërisht të angazhojmë më të rinjt, që t'jenë ata që të marrin, le të themi, një drejtim apo të japin edhe një kontribut për të shtyrë ata që ndoshta janë edhe në një moshë pak më të madhe për të bërë disa hapa të cilat detyrimisht do duheshin në Shqipëri për të çuar përpara shkencën. Ajo që doja të thoja shumë shkurtimisht dhe pastaj do ta mbyll është që aktualisht në Shqipëri jemi duke ndërtuar një strategji që është quhet një strategji për smart specialization, e cila kërkon që të angazhojë dhe diasporën shqiptare në zhvillimin e qëndrueshëm të ardhshëm të vendit tonë. Dhe për këtë arsye, Departamenti për Zhvillim dhe Mirëqeverisje në Kryeministri është angazhuar drejt për drejt për ngritjen e një platforme moderne për brain circulation, mbi bazën e platformës ekzistuese që ka aktualisht Ministria për Diasporën, e cila do të shërbejë si një rrjet komunikimi midis kërkuesve dhe profesionistëve shqiptar në diasporë dhe në Shqipëri, duke mundësuar që dhe ata profesionistë, të cilët janë sot jashtë Shqipërisë, të kenë mundësi të japin kontributin e tyre për vendin e vet, edhe pse ndodhen larg dhe nuk ndodhen këtu. Gjithashtu, kjo parashikon që të shtojë edhe mundësitë e bashkëpunimit që janë midis të rinjve kërkues brenda dhe jashtë vendit, midis institucioneve kërkimore, shkencore, profesionale dhe midis edhe ndërmarrjeve inovatore në të dy anët, brenda dhe jashtë vendit. Gjithashtu kjo do të mundsojë që të ketë edhe më shumë bashkëpunim për projekte të përbashkëta kërkimore, edhe për afrimin e të rinjve drejt shkencës dhe inovacionit. Dhe në këtë kontekst, Departamenti në Kryeministri koordinon në nivel kombëtar të gjitha iniciativat që shkojnë në këtë drejtim,
por edhe që shkojnë në drejtim të prioritetet vendosura nga qeveria, siç është edhe kërkimi shkencor dhe inovacioni dhe afrimi i të rinjve me shkencën në Shqipëri. Mua nuk më mbetet gjë tjetër vetë se t'ju uroj të mbeteni të kënaqur me këtë event të parë në Shqipëri, të cilin shpresojmë që vitin tjetër të kemi mundësi ta organizojmë live, siç organizohet në vende të tjera, edhe që është në fakt shumë e këndshëm, pavarësisht se modaliteti online i mundson të gjithëve nga çdo cep që të lidhen dhe të kenë mundësi ta ndjekin, por eventet live janë shumë më të këndshme dhe japin shumë më tepër mundësi edhe ndërveprimi midis të rinjve edhe atyre që prezantojnë, kështu që do të shpresojmë shumë që vitin tjetër ta zhvillojmë live dhe të kemi edhe shumë më tepër kërkues që do të na bashkohen në këtë iniciativë dhe shumë më tepër të rinj që do kemë mundësinë ta ndjekim këtë panajër që do të bëhet vitin e ardhshëm. Kështu që uroj suksese panelistëve, Ketit dhe Mirjanit, edhe ju uroj një mbasditë të këndshme. Shumë faleminderit Linda. Atëherë pa humbur kohë, vazhdoj me Malinda Vogli, e cila përfaqëson Fondin Shqiptar të Zhvillimit të Diasporës. Gjithë, së pari doja t'ju falenderoja për këtë iniciativë dhe tematika shkenca është e mrekullueshme, është shumë e rëndësishme dhe jo më mirë se brezi i ri se ju mund ta përcjell këtë lloj mesazhi dhe rëndësinë që ka ndërgjegjësimi i publikut shqipfolës, gjë që është shumë e rëndësishme për ne. Unë në fakt doja që të bëja një prezantim të institucionit që unë përfaqësoj. Shkurtimisht, unë jam Malinda Vogli dhe jam new entry në këtë position. Në shtator kam marrë pozicionin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit të Diasporës. Dhe fakt vi nga një eksperiencë tjetër, nga Experience Society, prej 15 vjetësh, dhe në këtë moment jam tërësisht e fokusuar tek fondi dhe jam e lumtur që jam pjesë e këtij institucioni që ka për qëllim madhore të mbështetjes të diasporës shqiptare kudo që ajo ndodhet. Po kaloj disa slajde për të dhënë një ide më të qartë të fondit dhe të projektit që ne kemi shumë të rëndësishëm brenda projekteve tona, që është vjeti profesionistëve. Do doja shkurtimisht të flisja pa ju marrë kohën lidhur me çfarë fondi mbulon. Objektivat kryesore ne kemi pjesën e kontributit dhe mbështetjes që ne japim për anëtarët e diasporës në të gjitha çështjet arsimore, kulturore, shëndetësore. Dhe fokus tjetër njëkohësisht kemi bashkëpunimin e vazhdueshëm me organizata të ndryshme, në mënyrë që të kemi një angazhim sa më aktiv nga ana e tyre për zhvillimin social, ekonomik dhe kultural. Ne fokus të projekteve tona, të çfarë kemi aktualisht në pjesë të rritit të profesionistëve, kemi rinin, por edhe në koncept note të reja që ne jemi duke punuar, kemi rinin si pjesën më kryesore të kësaj. Dhe ajo që donim të jepnim mesazhin sot tek rinia është që pse ju duhet ta interesoheni në këtë rrjet, dhe o kemi dhënë shumë shkurt këtë në pjesën e zhvillimit të kapaciteteve tuaja. E kemi duke qenë pjesë e këtij rrjeti do keni më shumë info për punësim, do keni mundësi bashkëpunimi, projekte të përbashkëta. Gjithë do jetë domethënë si në anë individuale, por njëkohësisht edhe në komunitet dhe në shoqëri, që do ishte një pjesë shumë e rëndësishme e këtij lloji bashkëpunimi dhe këtij lloji investimi. Në pjesën e projektit ton, kemi të përfshirë pjesën e profesionistëve, të organizatave dhe të bizneseve. Po të shikoni nga slajdi, kemi dhënë një numër të regjistrimit që ne kemi në profilin ton, në rrjetin ton, dhe do donim akoma më shumë të kemi pjesën e rinis në regjistrim, të jemi pjesë e këtij profili,
sepse duke pasur rinin ka më shumë idera, ka më shumë mendime, edhe për përmirësime, kështu që do donim shumë që rinia të ishte pjesë e kësaj platforme, ku të regjistrohej dhe ne të kishim mundësinë të bashkëpunonim në të ardhmen. Këtu kemi, po japim një feedback të shkurtër, kemi marrë rastin e 2 të rinjve, të cilët kanë dhënë atë feedbackun e tyre duke qenë pjesë e këtij rjeti, cili ka qenë përfitimi, le të themi, apo çfarë kanë parë shumë të rëndësishëm në pjesën e tyre. Dhe njëra nga vajzat ka qenë tek pjesa e njohjes me bashkëadhetarët, domethënë komuniteti për të cilën folëm, dhe njëkohësisht djali tjetër ka shprehur lidhur me mbështetjen financiare që ka pasur për një projekt ide të. Ndaj donim për këtë arsye ne do donim shumë që të kishim rinin pjesë të këtij rjeti profesionistës për të pasur win-win solution, kur i themi në screen njëkohësisht shikoni dhe kontaktet dhe mënyrën se si mund të aksesoni projektin e rjetit të profesionistëve, dhe do donim shumë që të jeni pjesë, sidomos të gjithë pjesëmarrësit që janë në këtë eveniment, do dëshironim shumë që të kishim një follow-up të këtij takimi përmes emailave, përmes rjetit, për të pasur bashkëpunime dhe për të pasur pjesë të projekteve në të ardhmen. Mendoj që do jetë një follow-up mbas kësaj gjëje, ne do jemi shumë pro kësaj. Do donim që të jemi në kontakt me të gjithë të rinj, për të pasur ide sa më të shumta edhe për projektin aktual që ne kemi, por edhe për projekte të ardhshme. Faleminderit Ornela, faleminderit të gjithëve. Do jemi sërish në kontakt. Shumë faleminderit Marlinda. Atëherë pa humbur kohë, unë do doja të prezantoja korpusin e parë që do prezantoj kërkimin e tij për sot. Ai është Mirjan Topi, i cili është një doktorant kandidat në Shqipëri me temën sanitare të dalluar të natyrës. Mirjani ka mbaruar studimet e ciklit master në Universitetin e Kopenhagenit në Danimark dhe Universitetin e Montpellier në Francë. Menjëherë pas studimeve ai filloi punë si kërkues të drejtues projektesh në organizatën lider të ruajtjes së natyrës në Shqipëri, Shoqata për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit natyror në Shqipëri, PPNE, ku qëndroi rreth 10 vite aty. Aktualisht ai është drejtor ekzekutiv i Qendrës për Studimin dhe Ruajtjen e Shpendeve të Shqipërisë. Kërkimi i prezantuar është në kuadër të studimeve të ciklit të tretë që Mirjani po realizon. Atëherë, unë do t'i jap tashmë Mirjanit të drejtën për të prezantuar. Po Mirjan, tashmë e keni juve. Faleminderit Ornela. Përgëzime për organizimin e këtij aktiviteti që ka në vëmendje shkencën dhe uroj që aktivitete të kësaj natyre të zhvillohen më dëndur në të ardhmen. Për të mos shpërqendruar ndjekësit, unë do ta mbyll lidhjen me kamera dhe do vizualizoj vetëm prezantimin tim. Atëherë, sikur se mund ta shihni në këtë faqe të parë të prezantimit, po edhe nga ajo që përmendi Ornela, fusha ime e studimit apo kërkimit është fusha e ornitologjisë apo shkenca që ka të bëjë me studimin dhe ruajtjen e shpendëve të egër. Titulli i dhënë për të prezantim është, le të themi, një përmbledhje e titullit të temës ime të doktoraturës, një përmbledhje e thjeshtuar për t'i dhënë mundësi gjithë publikut që ta kuptojë dhe për t'i dhënë një karakter që lidhet shumë me situatën aktuale, pasi kemi tepër nevojë për sanitar, madje të dalluar,
sikurse janë kjo kategori shpendësh mbi të cilën përqendrohet dhe puna ime kërkimore. Përpara se të filloj me prezantimin e rezultateve konkrete të kërkimit, do doja fare shkurtimisht t'jap disa të dhëna të përgjithshme mbi shpendët e Shqipërisë. Sikurse ne të gjithë e dim, vendi ynë karakterizohet nga një peizazh shumë i larmishëm, ku relievet malore dhe ato të ulta, përfshirë dhe ato bregdetare, gërshetohen në sipërfaqe teje të vogla. Relievi malor që në pjesën dërmuese është imbuluar me pyje dhe dominon vendin tonë, ndërpritet nga lugina pjellore. Lumenjtë e pasur me sedimente kanë formuar një numër të konsiderueshëm ligatinash dhe knetash përgjatë gjithë bregdetit shqiptar, nga jugu në veri. Klima gjithashtu e larmishme, mesdhetare në zonat bregdetare dhe kontinentale në ato malore, si dhe e ndërmjetme midis këtyre zonave, ka krijuar mundësinë e krijimit të habitateve teje të larmishme, të cilat janë mjaft të përshtatshme për shpendët. Kësaj vendi ynë ka një listë të pasur me 362 lloj shpendësh të egër, të cilët klasifikohen në 22 rende, 68 familje dhe 196 gjini. Nga numri total për 362 llojesh, një pjesë janë teje të rrallë që vizitojnë vendin tonë në kushte të veçanta, së paku 3 lloje të hasura gjatë viteve të fundit janë lloje rastore apo aksidentale, që do të thotë që shtrirja e tyre normale është shumë larg vendit tonë, si dhe disa lloje janë tepër të rrallë apo edhe të zhdukur. Dhe pikërisht në këtë kategori futen edhe shpendët tek të cilët përqendrohet studimi im, dhe këto shpend janë shkabat. Shkabat mendohen se janë shfaqur në tokë rreth 40 deri në 50 milion vite më parë, dhe populatat e tyre pikërisht vetëm gjatë gjysmë shekullit të fundit, së paku për disa lloje po arrin në kufijin e zhdukjes. Në vendin tonë dikur haseshin të 4 llojet e shkabave që shfaqen në këtë faqe të prezantimit: shkaba mjekroshe, shkaba e zezë, kali i qyqes dhe shkaba. Ndërsa sot, si folezuese gjendet vetëm një lloj dhe është pikërisht kali i qyqes, dhe ky me një popullat teje të tkurrur, për jo më shumë se 10 shiftesh folezuese. Të dhënat për shkabat në Shqipëri ndonse nuk janë fort të dëndura, megjithatë vërtetojnë se për shembull në të kaluarën ekzistenca e shkabës mjekroshe është raportuar si lloj i zakonshëm në Shqipëri. Ndërsa në së paku 30 vitet e fundit kemi patur vetëm një raportim të dyshim të këtij lloji, pikërisht diku në malin e Nemërçkës në vitin 2004. Në të njëjtën kohë që ka patur raportime për shkabën mjekroshe, ka patur edhe raportime për shkabën e zezë, lloj prezenca e cilit në 30 vitet e fundit është raportuar vetëm 2 herë, dhe kjo falë teknologjisë së gjurmimit satelitor të shpendëve, ku 2 individ të pajisur me gjurmues satelitor kanë vizituar vendin tonë në vitin 2019, pra vitin e kaluar. 2 llojet më të zakonshme të shkabave në të kaluar në Shqipëri kanë qenë shkaba dhe kali i qyqes. Sipas të dhënave ekzistuese, kolonitë të shkabës në të kaluarën ka patur nga veriu në jug të Shqipërisë, sikurse është rasti për shembull i kolonive të raportuara i një kolonie, më saktë, të raportuar në zonën e Kelmendit, të një kolonie të mundshme të raportuar në zonën e Krujës, së paku 2 kolonive në zonën e Kurveleshit, e të tjera koloni që janë raportuar apo ka patur dyshime se janë gjendur dikur në vendin tonë. Individ të rrallë të këtij lloji sërish hasën në vendin tonë, si enda cak kuptohet, por edhe ky lloj, sikurse 2 të parët, është zhdukur si folezues nga vendi ynë.
I vetmi lloj i shkabës që folezon në Shqipëri është pra kali qyqës, sikurse e përmenda më herët. Kali qyqës është lloj territorial dhe territore të këtij lloji në të kaluarën janë raportuar pothuajse në të gjithë territorin e vendit, nga veriu në jug. Kuptohet në ato zona ku habitati është i përshtatshëm për këtë lloj. Në ditët e sotme, popullata e kalit qyqës, ato pak çifte pra që kanë mbetur, më pak se rreth 10 çifte, folezon vetëm përgjatë luginës së lumit vjos dhe tributarëve të tij. Në këtë art, e cila ju kërkoj ndjes sepse mund duket e komplikuar dhe është paksa, shfaqen me yll të kuq territoret e kalit qyqës, cilat janë aktualisht të zëna, territoret e vërtetuara në të kaluarën, por që sot janë të braktisura, dhe territoret të mundshme, pra që ka patur të dhëna, ka patur indicje që kanë qenë të zëna dikur nga kali i qyqës dhe sot janë sërish të braktisura. Pra sikurse e shihni, yjet e kuq janë të vendosur vetëm në një sipërfaqe të vogël në Shqipërinë e Jugut dhe pjesa tjetër është braktisur. Po përse po zhduken shkabat? Dhe përse po zhduken shkabat në Shqipëri? Kjo është një ndër pyetjet kryesore të kërkimit që unë së bashku me falëmbështetjes së institucioneve në të cilat kam punuar, që do i përmend në fund prezantimit, kam patur mundësi pra të zhvilloj. Shkabat janë pastrues të mjedisit dhe parandalues të sëmundjeve dhe epidemive. Pse? Sepse shkabat janë lloje kërmgrënës, pra janë shpend të cilat ushqehen duke konsumuar kërmat e kafshëve të ngordhura, që në jo pak raste ngordhin si pasojë e sëmundjeve tejet rrezikshme, sikurse është rasti i antraksit për shembull, apo plasjes, siç njihet rëndom në vendin tonë, që her pas here godet vendin tonë, dhe është një sëmundje shumë e rrezikshme dhe vdekje prurëse edhe për njeriu. Shkabat, duke qenë se kanë një aciditet shumë të lartë në stomak, arrin të vrasin çdo patogjen dhe shkabat kanë aftësinë që nga një karkas e infektuar të mos lënë asgjë. Kjo ndodhte në kohën kur në Shqipëri gjendeshin të 4 llojet e shkabave. Shkaba e zezë ka një sjep tepër të fuqishëm dhe mund të çajë edhe lëkurën më të fortë. Shkaba është e para që ndërhyn për të ngrënë organet e brendshme, dhe shkaba mjekroshe konsumon edhe kockat, ndërsa kali i qyqës, që është shkaba më e vogël ndërto, mbledh të gjitha copëzat e hedhura përreth nga konsumi i shkabave më të mëdha. Pra nga një karkas tepër e rrezikshme, potencial për shpërndarje sëmundjesh dhe epidemish, nuk ngelet më asgjë. Rënja e popullatave të shkabave i ka sjell një dëm të madh njeriu, sepse roli ekologjik i tyre nuk sigurohet më, për shkak se popullata ka rënë, popullatat e tyre kanë rënë. Është tepër interesant të përmendet fakti se në Indi është përllogaritur dhe në vlerë ekonomike ky dëm. Si thoj, Bashkësia Ndërkombëtare për Ruajtjen e Natyrës në Indi ka përllogaritur se vetëm një ekzemplar shkabe i siguron njeriu një shërbim që ka vlerë ekonomike nga $10.434 në $23.763 amerikan. Pra vetëm një ekzemplar shkabe i ofron njeriu një shërbim ekosistemik me një vlerë marramëndse. Në vendin tonë, ashtu sikurse në të gjithë Ballkanin, sepse problemi i rënies popullatave të shkabave nuk është vetëm në Shqipëri, është në të gjithë Ballkanin, padyshim në Evropë, po kudo në botë, do thoja unë,
ku gjenden shkabat. Shkaku kryesor së paku në Ballkan dhe në Evropë, i rënies popullatës së shkabave, padyshim dhe në Shqipëri, është vërtetuar se është helmimi. Si ndodh helmimi i shkabave? Në thelb, shkabat bien viktimë e konfliktit midis kafshëve grabitqare, sikurse është ujku, ariu, çakalli, në disa raste edhe dhelpra, të cilat shkaktojnë dëm në gjën e gjallë të barinëve, dhe barinë për të hakmarrë ose për të kontrolluar rritjen e popullatës këtyre grabitqarëve që shkaktojnë dëm, aplikojnë kurthet e helmatisura, pra helmojnë karkasën e prerë apo e vrarë nga ujku, në mënyrë që ujku apo ariu apo një kafshë tjetër grabitqare, në mënyrë që kur këto kafshë të rikthehen për të konsumuar karkasën, të helmohen. Shkabat, duke qenë se janë lloje kërmgrënës, janë të parat që e nuhasin ekzistencën e një karkase apo kërme dhe shkojnë të konsumojnë dhe janë të parat që bien viktimë e këtij veprimi, i cili është edhe për më tepër është edhe i palishëm të aplikohet. Nga kërkimi që ne kemi bërë, duke filluar që nga viti 2012, tashmë është vërtetuar katërcipërisht që një ndër shkaqet kryesore të rënies së popullatës shkabave, por edhe shpendëve të tjerë grabitqar që ushqehen me kërma, është pikërisht elmimi dhe elmimi aksidental apo elmimi dytësor. Një tjetër shkak i mortalitetit të shkabave apo i rënies së popullatës shkabave është edhe elektroshoku, i cili shkaktohet nga kontakti i këtyre shpendëve me përcjellësit e energjisë elektrike. Në vendin tonë, në jo pak zona, ka prezencë të një rrjeti elektrik tepër të rrezikshëm për shkabat, i cili duhet izoluar dhe mund të kishte qenë fatal për gjithë popullatën e shkabave në Shqipëri, por për fat mirë, nga konkludimet që ne kemi bërë, nga interpretimi i rezultateve të grumbulluara në terren, ky kërcënim zbutet si pasojë e ekzistencës një disponibiliteti shumë të madh të vendqëndrimeve për shpendët. Pra, shpendët në territoret tona marrë për bazë veçoritë e territoreve që kanë shumë shkëmbinj të lartë e tjerë, kryesisht nuk ulen, pra nuk preferojnë të ulet në shtyllat e përcjelljes së energjisë elektrike dhe për fat mirë në këtë rast shmanget dhe kontakti i tyre me përcjellësit. Prandaj është tepër e rëndësishme që për ruajtjen e shkabës fundit, si dhe për rinkëmbjen e popullatave të shkabave të tjera, të cilat unë i përmenda, është e rëndësishme që helmimi të eliminohet pothuajse plotësisht, me qëllim që ky faktor kryesor të mos ndikojë më në rënien e popullatës së shkabave dhe në mënyrë imediate masa për kontrollin e helmatisjes duhen marrë aktualisht në zonën e luginës së Vjosës dhe disa prej tributarëve të saj ku ndodhen dhe territoret e fundit të kalit Qyqes në Shqipëri. Dhe me këtë fotografi unë mbyll dhe prezantimin tim, i cili ishte i shkurtër dhe qëllimi im ishte për ta bërë të përmbledhur, por nëse dikush ka interes të bëj pyetje specifike, unë i mirëpres me shumë kënaqësi. Faleminderit. Dhe diçka, dëshiroj të shpreh mirënjohjen
për projektin për ruajtjen e shkapave në Ballkan dhe në korridoret e shtektimit, I cili financohet nga programi LIFE I Bashkimit Evropian. Gjithashtu duhet të shpreh mirënjohjen dhe për organizatat lokale që punojnë për ruajtjen e shkapave në Shqipëri, sikurse është Qendra për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit natyror në Shqipëri dhe Shoqata Ornitologjike Shqiptare. Faleminderit. Unë faleminderit Miriam për prezantimin. Një pyetje nga publiku. Miriam, po. Një pyetje kemi nga publiku. Sa shkaba kemi në Shqipëri? Pra, aktualisht në Shqipëri si folëzues kemi vetëm një lloj shkabe, që është kali I qyqes. Në të kaluarën të 4 llojet e shkabave të Evropës, pra këto janë 4 llojet e shkabave që janë dhe kanë qenë folëzuese në Europë, kanë qenë dhe tek ne. Ndërsa sot është vetëm një lloj shkabe që është folëzues me më pak se 10 çifte folëzuese. Pra rreth 7-8 çifte. Një pyetje nga ana ime tani. Duke qenë se shumë shtete për shembull kanë ose institucione, sidomos ato që merren me ruajtjen e mjedisit, kanë ato të ruajtjes kafshëve që janë instincted, që janë në zhdukje. Ka ndonjë institucion këtu në Shqipëri që merret posaçërisht për mbashtimin e këtyre kafshëve, apo janë në natyrë dhe nuk thjesht mbrohen që mos kenë. Shqipëria ka një kuadër të gjerë dhe të plot ligjor për ruajtjen e faunës egër, mjedisit përgjithësi, por dhe ruajtjen e faunës egër apo biodiversitetit. Në të njëjtën kohë ka dhe institucione të dedikuara për këtë qëllim. Megjithatë duhet teksuar se në vendin tonë ka një mangësi të zbatimit ligjit dhe një mungesë kapacitetesh në institucionet përgjegjëse për zbatimin e ligjit. Sepse ka dhe shumë pyetje tjera, prandaj dhe dua që të merrem pak. Çfarë bëhet për mbashtrimin, për shembull, një pyetje është nga Ardita. Çfarë mund të bëjmë për të shtuar shkabat? Mund të ruhen për shembull në kop zoologjik ose në një, domethënë, në një habitat apo safat për shkabat? Atëherë veprimi kryesor që duhet ndërmarrin për ruajtjen e shkapave dhe çdo lloj tjetër I cili është I kërcënuar është pikërisht zhdukja apo trajtimi apo menaxhimi apo kontrollimi I kërcënimeve. Çdo lloj, të gjithë ata që kanë lexuar prejardhjen e llojeve të Darwinit, shpjegohet shumë qartë që çdo lloj sado ngadalë të riprodhohet, asnjëherë nuk mund të zhduket, biles popullata e tij mund të arrijë shifra marramëndse, në qoftë se nuk ka shkaqe të cilat kërcënojnë pra këtë lloj, në qoftë se këtij lloji nuk I kanose kërcënimin. Në rastin konkret, për ruajtjen e shkapave në Shqipëri, veprimtaria e parë që duhet zhvilluar është pikërisht ndalimi apo kontrollimi I helmimit. Pra helmimit duhet I themi stop helmimit. Ka një pyetje nga Timela Pasha këtu në chat. Kur shkabat kanë aciditet të lartë në stomak dhe I rezistojnë dot sëmundjeve nga kafshët e ngordura, pse nuk ndikohen pse ndikohen ato nga helmimi? Faleminderit. Atëherë ne dim shumë mirë që patogjenët janë organizma biologjik dhe kanë mekanizëm biologjik veprimi, ndërsa helmet nuk kanë të bëjnë me aciditetin e stomakut, pasi helmet janë preparate kimike, të cilat shkaktojnë reakcione të jashtme në organizëm,
për të cilat organizmi I shkapave nuk është I përgatitur, nuk është I programuar për t'i komanduar apo për t'i trajtuar, si thuash. Okej, një pyetje tjetër, çfarë mund të bëjmë ne si njerëz të zakonshëm që t'i ruajmë shkapat? Pyetje nga Ermal Zeqo. Faleminderit Ermalit, pyetje shumë me dhënë. Të gjithë ne mund të luajmë një rol, jo vetëm në ruajtjen e shkapave, pra një rol të drejtë për drejtë apo jo të drejtë për drejtë, në ruajtjen e natyrës përgjithësi, në ruajtjen e shkapave në veçanti, në ruajtjen e një lloji tjetër. Si mund ta bëjmë këtë? Do duheshin mbase shumë minuta për të folur. Okej, kuptoj. Këtu ka dhe shumë pyetje të tjera, për shembull, Përgjigja ime do ishte kjo, që gjithkush duhet ta gjej, duhet ta kërkoj mënyrën, është më mirë kështu, duhet ta kërkoj mënyrën për të dhënë kontributin e tij për një kauzë e cila mendon se është e rëndësishme, apo për një kauzë që I intereson. Për shembull, fakti që Ermali po ndjek këtë webinar sot, në një farë mënyrë është investim nga ana e tij për të dhënë një kontribut potencial nesër për ruajtjen e shkapave. Dhe më konkretisht, mbase mund vullnetarizoj në një shoqat, mund kërkoj të punoj në një prej organizmave që punojnë për ruajtjen e këtyre llojeve në Shqipëri. Një tjetër pyetje është nga Fationa Kamberi. Sa I lartë është interesi I kërkuesve shkencor në lidhje me temën që ju prezantuat? Fjala është për kërkuesit shqiptar. Faleminderit Fationës. Shkenca I shërben njeriut për t'informuar veprimet që duhet bëj. Dhe në rastin konkret, ajo që ne kemi konstatuar dhe që është evidente, është që popullata e shkapave ka rënë. Dhe ne duhet kërkojmë shkaqet pse ka rënë. Pra në mënyrë që t'jemi t'informuar për të vepruar. Për sa I përket interesit të kërkuesve të tjerë shkencor në lidhje me këtë temë, së paku ata kërkues që punojnë në të njëjtën fushë, sikurse edhe unë në Shqipëri, besoj që në këtë aspekt pothuajse janë të përfshirë, sepse për fat shumë të keq janë shumë pak kërkues që punojnë në Shqipëri në fushën e ornitologjisë dhe ka vend dhe ka nevojë për shumë të tjerë që t'i bashkohen këtyre kërkimeve dhe veprimeve ruajtëse që informohen apo duhet informohen nga këto kërkime. Okej, një pyetje tjetër. Çfarë sëmundje endemike dihet që janë në një farë mënyrë eliminuar nga shkapat? Ka ndonjë sëmundje specifike që janë eliminuar nga to? Pyetje nga Giorgio Koço. Faleminderit Giorgios. Për shembull shkap, unë përmenda njërin prej tyre që është sëmundje e cila godet vazhdimisht vendin tonë, që është sëmundja e antraksit apo plasja, një sëmundje shumë e rrezikshme, dhe shkapat padyshim mund të kontribuojnë në pastrimin e kërmave të kafshëve që kanë ngordhur nga kjo sëmundje dhe që mund të bëhen burim për hapje I sëmundjes në zinxhirin ushqimor duke arritur deri tek njeriu. Sëmundjet të tjera që shkapat kanë kontrolluar në të kaluarën dhe vazhdojnë edhe në të tashmen, në vende të ndryshme, sepse shkapat nuk gjenden vetëm në Shqipëri, po gjenden në të gjithë Palearktikun, gjenden në Afrikë etj. Për shembull, një nga sëmundjet që shkapët kanë kontrolluar është dhe kolera. Kolera një sëmundje e rrezikshme, mbijetesa e njeriut pa shkapat në të kaluarën do kishte qenë sfida më e madhe mbase për njerëzimin. Okej. Në të tashmen, sërish shkapat luajnë një rol të jashtëzakonshëm në vendet që ende kanë nevojë për shërbimin ekosistemik që ato ofrojnë, sikurse janë vendet e pazhvilluara apo vendet e pak zhvilluara. Ndërsa në vendet e zhvilluara padyshim që roli I shkapave si
pastrues i mjedisit natyror etj. Padyshim që është zbutur, për arsye se janë krijuar mundësi për të përdorur shërbime të tjera, siç është shërbimet e shumta që janë në vend dhe trajtojnë pikërisht problemet e smundjeve, qoftë e kafshët, qoftë tek. Pra nuk e di, nuk dua ta zgjas më tej këtë përgjigje, besoj që shpresoj së paku të kem qenë i qartë. Okej. A janë dhe një pyetje tjetër, a janë të rrezikshme shkabat edhe ka pasur domethënë incidente që kanë atakuar njerëz ose? Absolutisht jo. Okay. Absolutisht jo. Shkabat bëjnë pjesë në familjen e shpendëve grabiqar, megjithatë shkabat nuk gjuajnë, çka do të thotë nuk janë të rrezikshme as për kafshët e tjera, jo më për njeriu, që për njeriu përgjithsisht nuk është, asnjë lloj shpendi nuk është i rrezikshëm, por shkabat janë absolutisht pa rrezikshme për njeriu. Shkabat, roli i tyre në natyrë është pastrojnë kafshët e ngordhura. Roli ekologjik. Pra ushqejnë kryesisht me kafshë të ngordhura. Nuk janë të rrezikshme as për kafshë tjera. Një pyetje nga Kristi Vako, çfarë nevoje ka një kërkues shkencor në mënyrë që të kryejë kërkimin e tij në mënyrë të suksesshme? Do dëshiroja të dija këndvështrimin tuaj në lidhje me këtë çështje, për sa i përket mbështetjes financiare, mbështetjes akademike e tjera. Faleminderit Kristit, pyetje shumë e vënd. Kristi e ka thënë dhe vetë, një nga elementet kryesorë është mbështetja financiare, që unë me shumë kënaqësi e dëgjova dhe zonjën Mirela, përfaqësuesen e qeverisë, e cilën në emër të qeverisë na prezantoi të gjithëve ne këtu një lajm të gëzueshëm, pas një periudhe shumë të trishtë, të paprecedent, të pa ndodhur ndonjëherë, domethënë të mbylljes së moratoriumi 3, moratoriumi 3 i Shqipërisë krahas moratoriumit të pyjeve dhe moratoriumit të gjuetisë. Ne pa e kuptuar kemi edhe një moratorium të tretë, që është moratoriumi i ndalimit të kërkimit shkencor, së paku në sektorin publik, që në sinqert, sepse në sektorin privat studimet e ciklit 3 universitare kanë vazhduar, ndërsa prej 7 vitesh në Shqipëri është i ndaluar, po e them në mënyrë pa precedent, pa imagjinueshme, kërkimi shkencor. U ndalua me një arsye shumë të mirë për reformimin e këtij sistemi dhe doli një blof i tejskajshëm krejtësisht dhe shpresoj që kjo të vihet në vend sa më shpejt. Më falni që e zgjata këtë pjesë, por duan dhe institucione, e gjitha ajo që sepse kjo është e rëndësishme, një kërkues nuk mund të dali vetëm në terren dhe të kërkojë, pra ka nevojë për supervizim dhe supervizimi ofrohet nga institucione të cilat kanë kapacitetet për ta bërë këtë dhe më mirë se universitetet në Shqipëri nuk e ka asnjë institucion tjetër ta bëjë këtë gjë. Faleminderit Mirjan, atëherë pa humbur kohë të vazhdojmë me prezantimin tjetër, sepse pyetjet vazhdojnë. Ka shumë pyetje, më beso ka jashtëmase shumë pyetje dhe mbase ne mund t'ju dërgojmë disa nga përgjigjet e këtyre pyetjeve, që janë shumë të mira në fakt dhe kanë të bëjnë pikërisht për zhvillimin e kërkimit shkencor ose çfarë është gjëja e parë, mbase mund të krijojmë dhe një webinar tjetër për këtë gjë, domethënë si mund të zhvillohet një plan për kërkimin shkencor, se çfarë duhet të dim para se ti futemi asaj rruga dhe asaj karriera. Atëherë, ne e mbyllim me Mirjanin dhe vazhdojmë me doktor Keti Zekën. Atëherë, patjetër. Një prezantim të shkurtër për Ketin. Tema e saj është një ditë në jetën e një kërkuesi shkencor. Ajo do flas për kërkimin e saj që për momentin po i zhvillon ato në Universitetin e Cambridge nëpërmjet grantit prestigjioz Marie Sklodowska-Curie, e cila Dr. Keti merret me studimin e metabolizmit të qelizës staminale në leuqemin akute mieloide.
Dr. Zeka e mbrojti doktoraturën me medalje ari në inxhinieri kimike dhe bioteknologji në Universitetin e L'Aquila, Itali, në vitin 2016. Gjatë doktoraturës ajo fitoi financime të ndryshme nga Komisioni Evropian për të patur eksperjenca kërkimore si ato në Universitetin e Montfort në Leicester dhe pastaj në Universitetin e Tohoku në Japoni. Gjatë këtyre viteve, Dr. Zeka fitoi çmimin si femra e së ardhmes nga shoqata internacionale Zonta Club Rome. Pas doktoraturës, Dr. Zeka pati fatin të punojë për 6 muaj në udhëheqjen e profesor Dr. John Gordon, fituesi i çmimit Nobel për mjekësi në vitin 2012, punë e cila është vlerësuar nga shoqata italiane për kërkimet mbi kancerin. Në vazhdim, Dr. Zeka ka fituar fonde për të zhvilluar kërkimet e saj nga shoqata angleze për kancerin në Kolegjin Universitar të Londrës, UCL. Në këtë moment kritik botror, Keti bën pjesë në ekipin e qendrës së COVID-19 19 të Cambridge-it, i krijuar pikërisht nga Universiteti i Cambridge-it, Mbretëria e Bashkuar, AstraZeneca dhe GlaxoSmithKline. Atëherë fjala për ty, Keti, dhe unë do të share tani në mënyrë që ti të bësh prezantimin. Okay. Keti? Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit Ornelas për ftesën, faleminderit të gjithë panelistëve dhe për fjalët shumë të ngrohta që dëgjova për hapat e ardhme për kërkimin shkencor në Shqipëri. Dhe faleminderit të gjithë dëgjuesve online. Pra, juve shikoni skermin apo jo? Ornella? Okay. Pra, nga prezantimi i Ornelas, jam Keti Zeka dhe unë kam lindur në Vlorë, por që në marsin e 91-shit, prindërit janë edhe si familja jemi transferuar në Itali, kur kam kryer shumicën e formimit tim akademik. Në veçanti, universitetin e kam bërë në L'Aquila, ku mund të keni dëgjuar vetëm të tërmetin që ndodhi në 2009. Gjatë doktoraturës kam patur fatin që të fitoj disa bursa nga me Erasmus nga Evropa dhe nga shteti japonez, kështu që kam vajtur në fillim në Leicester, pastaj në Sendai në Japoni dhe në fund në Cambridge. Që në vitin që në qershor 2017 jam një postdoctoral fellow në departamentin e hematologjisë dhe të genetikës të Universitetit në Cambridge. Pra, doja të bëja një diferencë të vogël nga një postdoktoratur të thjeshtë me një postdoctoral fellow, dhe kjo mendoj që është gjë më e rëndësishme që duhet të dali nga shkenca që është mrekullueshme dhe nga Evropa që kërkon të japi fonde zbuluesve ose shkencëtarëve më të talentuar. Pra unë pata fatin që të fitoj në fillim nga shoqata italiane për kancerin, një fellowship, një vit më mbrapa fitova Marie Curie dhe tani jam me fonde nga Cambridge Philosophical Society, që është shoqata më e vjetër këtu në Cambridge, për të ndihmuar shkencëtarët në çdo lloj fushë. Gjatë këtyre viteve, domethënë nga doktoratura deri tash në postdoktoraturë, kam pasur fatin të kem drejtues dhe këshilltar që të më ndihmojnë vetëm në zbulimet e mia por për të më drejtuar në karrierën akademike, që është një karrierë tepër e vështirë, kompetitive, kur kolegët e tu janë anë mbarën botës dhe
ku ambicia është, si thonë në angli, driving force, forca më e madhe për të ndihmuar në ditët në laborator që nuk janë ditë kaq të lehta. Pra, këtu mund të shikoni ose mund të dalloheni profesor Gordon, që ka qenë dhe është një nga këshilltarët më të mirë që mund të kisha fatin të takoja në jetën time në këtë lloj karriere, dhe faleminderit këshillave të tia dhe Kristinës, që është drejtuesja ime në PCOM, pata fat të drejtoja interesin tim në leuqemi. Leuqemia, çfarë është leuqemia? Leuqemia është një kancer i cili fillon në gjak dhe ekzistojnë në paktën 2 lloj tip leuqemie, ajo kronike dhe ajo akute. Pra, të cilat bazohen kryesisht në atë se sa shpejt sëmundja mund të paraqitet. Interesi im kryesor është në leuqemin akute ose AML në anglisht, ku qelizat leuqemike nuk mund të bëjnë asnjërin prej punëve që qelizave të parë normale të gjakut. Pra, numri i qelizave leuqemike rritet me një shpejtësi, prandaj leuqemia akute zakonisht përkeqësohet shumë shpejt. Mbas 5 vjetësh nga diagnoza, rasti mbjetese është më pak se 30%. Terapitë janë pothuajse të pandryshuara dhe është një sëmundje heterogjene. Ama është një sëmundje që ka disa tema të përbashkëta dhe ato varen nga epigenetika, transkriptuese ose mos rregullimi i sinjalit të qelizave. Interesi im i drejtohet kryesisht metabolizmit, proteomikës dhe epigenetikës, duke përdorur spektrometrin masiv si instrument dhe duke lidhur në këtë mënyrë doktoraturën time nga inxhinieri kimike me tema molekulare dhe biologjike. Pra, në projektin me aminoacidin metionina, po kërkon të kuptojmë se si enzime bashkëpunojnë me metilimin e histonave që të kenë një efekt mbi në ADN për të gjetur molekula dhe terapi në të ardhshme sa më të shpejt. Në projektin me lizinën acetiltransferase 2A, po përdoren dhe po përqendrohen më shumë në ciklin e Krebsit në mitokondër dhe si mund të riprogramohet cikli dhe energjia e tij me disa tip molekula të ndryshme. Instrumentet kryesore që po përdor në këtë lloj në të dyja projektet është flow cytometer ose ta them në shqip duhet të jetë rrjedhimi i cytometer dhe spektrometria masive që duhet për proteomikën dhe për studimet mbi metabolizmin. Më në fund, ajo që doja po enfatizoja është si kjo lloj tip karriere është kryesore në një moment kaq të vështirë botërisht. Prandaj jam vullnetare në qendrën për testime ndaj Covidit, e hapur nga shteti anglez në bashkëpunim me Universitetin e Cambridge dhe kompanitë farmaceutike AstraZeneca dhe GlaxoSmithKline. Në fund do të doja të falenderoja grupin tim në Cambridge dhe kolegët me të cilët bashkëpunojnë nga Cambridge dhe në Bologna, sepse ky është një lloj tip karriere ose një lloj tip zanati ku bashkëpunimi dhe cilësitë e njerëzve që të rrethojnë është çelësi i suksesit. Faleminderit. Doja ta bëja sa më të shkurtër që të kenë mundësi për pyetje. Dhe kush më dëgjon Ornella? Po. Kur është mund të më shkruajnë email pa Okej.
Keni slide-in aty? Mund ta ktheni prapë tek slide-i ku ishte emaili yt? Patjetër. Mbase nuk e kam parë. Okej. Okej. Atëherë këtu mund të gjeni dhe adresën e emailit të Keti. Unë kam një pyetje. Duke qenë se kishte disa pyetje më përpara rreth financimit. Di për shembull jo të gjithë programet e doktoraturës përfshin financimin kur aplikon aty. Dhe shpesh herë qëndron që ti duhet aplikosh për shembull për publikime, për konferenca apo dhe për të bler aparatura apo diçka, domethënë gjëra të tjera që të duan gjatë kërkimit shkencor. Këto informacione ku i keni marrë ju për shembull për aplikime të fondeve të ndryshme? Kjo është vjen nga eksperienca, dhe vjen nga ata që janë, siç thash, drejtuesit e tu dhe qytetarët e tu. Në qoftë se ke fat që të kesh njerëz që duan të të ndihmojnë dhe që kuptojnë cilësitë e tua dhe din të vlerësojnë. Jo vetëm kaq, por pastaj ka seminare ose ditë si ky ku njerëzit ndajnë eksperiencat e tyre dhe njihen me njëri tjetrin. Dhe nga eksperiencat e tjerëve kërkon duhet të mësosh. Okej. Dhe më thonë, përveç eksperiencës, për një kërkues shkencor për shembull që sapo ka filluar, e kuptoj që është shumë e rëndësishme të kesh marrëdhënie shumë të mira me supervizorin, por në rast se ndodh shpesh herë për shembull që supervizori është shumë i zënë, ka sepse merret me dhënien e mësimit, menaxhimin e studentëve të tjerë, qoftë doktorant, qoftë master, menaxhimin e një departamenti, dhe jo gjithmonë janë në dispozicion 100% tek personi. Me sa po dëgjoja, domethënë, networking është shumë i rëndësishëm, biseda me kërkues të tjerë shkencorë atëherë. Është network. Cili është objektivi juaj profesional? Një pyetje nga Fiti e Picari. Objektivi profesional është të botoj të paktën këto dy lloj projekte në të afërme, sa më shpejt, dhe karriera universitare pasaj varet, të paktën në Angli janë të diferenciuara, ti mund të jesh vetëm profesor dhe të japësh mësim studentëve, ose mund të jesh të quhet group leader, dhe mund të kesh grupin tënd ku bazohesh vetëm për shkencë. Kështu që nga të dyja do preferoja të dytën. E shikon në të ardhmen, vete ndonjëherë të kthehesh në Shqipëri, edhe pse keni vite që jeni larguar, dhe të krijoni një grup në Shqipëri? Unë besoj që Shqipëria nuk duhet të bëj gabimin që për shembull e shikoj nga afër në Italinë. Se ajo është eksperjenca që kam. Dhe Italia nuk tërheq mbrapsht kërkuesit e saj. Kështu që shpresoj që Shqipëria si vend më i vogël mos të bëjë të njëjtat gabime. Nuk them jo, në fund të fundit është vendi im. Atje kam lindur, kështu që nuk e haroj, edhe pse shqipja ime nuk thot, nuk e përfaqëson kaq mirë. Por në qoftë se shteti shqiptar krijon dhe jep mundësi zbuluesve si mua të drejta që të vinë dhe të hapin laboratore ambicioz dhe që do kenë natyrisht konkurim internacional, se varet ku boton dhe nga eksperienca,
Patjetër unë them që do jetë një pasuri për Shqipërinë, më shumë se për mua në rast të parë, sepse karriera ime në një mënyrë dhe në tjetër po zhvillohet. Okej. Tani kanë ardhur shumë pyetje dhe do t'i marr me radhë. Lidhja, me që po flasim këtu për kthimin në Shqipëri dhe për kërkimet shkencore etj. Keni pasur kontakte nga entitetet qeveritare shqiptare për këshillim se si ju po luftoni COVID-19 në labin ku jeni vullnetare? Jo. Okej. Jo, sepse neve nuk po bëjmë, më falë, për më theva. Faktikisht unë nuk po bëj një zbulim shkencor mbi COVID-in. Unë jam vullnetare në testime. Okej. Është një qendër super e madhe, patjetër, është Universiteti i Cambridge-it është nga më të mëdhenjtë dhe më të famshëm, më falë. Me 2 kompani farmaceutike kaq të mëdha, patjetër, por nuk po bëj zbulim shkencor. Zbulimi shkencor është në leuqemi. Atje jam vullnetare sepse ka nevojë për eksperiencë laboratori si një. Okej. Një pyetje nga Mirjani. Cili aspekt i stilit të jetës shkakton apo favorizon këtë sëmundje, leuqemin? Natyrisht të gjithë thonë varet nga tipi. Ajo mund të shfaqet te fëmijët dhe fëmijët nuk kanë një stil, nuk pinë cigare, nuk pinë alkool. Shfaqet pasaj te njerëzit që janë me një moshë më të moshuar nga lagje të ca. Kështu që nuk mund të them që alkooli ose cigaria janë faktor shkaktues. Ata njihen si faktor patjetër për lloje të tjera kancerësh. Okej. Pyetje tjetër. Jam bërë shumë tani. A ka ndonjë lidhje midis leuqemisë dhe kolesterolit? Një pyetje nga Ermal Zeqo. Nuk, si thash dhe më parë, nga që është një sëmundje heterogjene, nuk mund të themi që varet nga kolesteroli, sepse ajo shfaqet në fëmijë shumë të vegjël, ku kolesteroli as nuk ekziston. Mund të them që ka disa kolegë që po përqendrohen mbi studimin e kolesterolit, po kolesteroli jo siç e njohim neve, për njerëzit që janë çik më shumë në peshë, po kolesterolin e qelizave. Dhe nuk mund të them që kam fakte shkencore për të përgjigjur me saktësi të kësaj pyetje. Një pyetje tjetër, nga të gjitha vendet ku ke zhvilluar kërkim shkencor, cili qëndron më lart në termat e cilësisë të kërkimit, përmbushjes së standardeve dhe pajisjet me teknologji inovative? Isida Mehmeti. Cambridge ose Oxfordi. Okej. Në çfarë moshe e vendose që vajza është larguar para se të merrte vendimet vetë nga Shqipëria, fatkeqësisht. Se një pyetje është çfarë moshe vendosi zonja Keti drejtimin e saj nga largimi nga Shqipëria. Disa shpesh herë qëndron që nuk e vendos vetë. Nuk e vendosja unë, ishte mars 91-shi. Unë se kisha filluar klasën e parë. Okej. Okej. A ka të dhëna për leuqemin kjo? A ka të dhëna pse në Kosovë ka kaq shumë raste sëmundjesh me fatalitet nga leuqemia? Më falë, mund ta përsërisni? Pse ka kaq shumë të diagnostikuar me leuqemi në Kosovë? Është bërë ndonjë rast studimi? Ke hasur ndonjë studim?
kam si të përgjigjem sepse nuk e di që në Kosovë ka më shumë raste se sa në vende të tjera. Okay. Okay, atëherë. A ka pak a shumë të bëm bashkëpunime, domethënë me Shqipërinë, shikon që mund të ketë në një të ardhme në këtë rast, domethënë nëse mund të jepet një mundësi që të ftojnë përkushta shkencore në Shqipëri apo bashkëpunime me Shqipërinë, do bashkëpunoni? Okay. Okay. Atëherë ka dhe disa pyetje të tjera që mbase nuk janë drejt për drejt me Ketin, mbase në përgjithësi për rastin e Shqipërisë, edhe unë do ju anis të gjitha këto pyetje mendoj personave që janë më adapt për t'ju përgjigjur, dhe mbase do t'i gjeni këto informacione, jo mbase, po mund t'i gjeni këto informacione në emailët në të ardhmen, ose mund të ta kontaktoni persona direkt, mendoj që do ishte gjëja më e mirë. Për shembull, nëse keni pyetje, më shumë pyetje për Ketin, mund t'i dërgoni email tek emaili që ka vendosur Keti në slide. Nëse keni pyetje për shembull për kërkimin për Agjencinë e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, do ju drejtoja që të shkoni tek faqja zyrtare e Nastrit, dhe aty mund të keni dhe kontaktet jo vetëm me zonjën Mirela, po edhe me personat të tjerë që mund t'ju shpjegojnë mënyrat e financimit të ndryshme që Nastri mund t'ju ndihmojë. Fatkeqësisht edhe webinari si çdo gjë tjetër i vjen fundi pak a shumë. Unë do ju ndaj me ju në fakt një slide ku kam përmbledhur pak a shumë ku mund të gjeni informacione për më tepër për financimet të tilla si Marie Curie. Okay. Duket prezantimi? Okay. Atëherë, këtu është një përmbledhje e vogël ku mund të bashkë me linkjet dhe websajtet ku mund të gjeni për shembull më shumë informacione për ditën europiane të kërkimit të inovacionit, apo shkenca është e mrekullueshme, po ashtu netet e studiose evropian dhe Falling Walls. Sikurse këtu keni programe të ndryshme financimi nga Marie Curie, duke qenë se unë jam përfituese e sikurse dhe Keti për shembull, unë jam përfituese e rastit të parë ku merren kërkime për doktorant, kurse rasti i Ketit është për postdoktorant. Në rastin e parë kemi kërkime midis 2 ose më shumë universiteteve, që quhen joint doctoral degrees, po ashtu kemi dhe doktoratura që bën kërkime shkencore midis universitetit dhe kompanive të ndryshme, si në rastin tim. Po ashtu kemi dhe programe financimi për staf, siç është ai RISE, dhe më pas kemi dhe financime ku aplikimet bëhen nga universiteti, siç është ai CoFund. Për më shumë informacion, nëse doni të mbani kontakt me mua, këtu keni LinkedIn dhe Twitter, ku zakonisht unë publikoj
për raste doktoratura, hapje vendesh, pozicione për doktoratura apo dhe informacione në përgjithësi për kërkimin shkencor apo dhe evente të krijuara nga Marie Curie. Shpesh herë unë organizoj dhe info days në prezantime të një orë, 2 orë në Shqipëri, në raste kur më jepet të vi në Shqipëri, dhe zakonisht ditë më thonë, dhe këto evente organizohen në bashkëpunim me Nasrin, dhe që i falenderoj ashmase shumë për bashkëpunimin, sikurse edhe partnerët e tjerë që na kanë suportuar sot që ky event të arri në ku ndodhet sot edhe me përfaqësues nga shqiptar nga mbar bota. Shumë faleminderit dhe shpresoj nga feedbacku që kam marrë deri më tani edhe nga pjesëmarrja e shumët e njerëzve dhe të interesuar për këto lloj eventeve, mendoj se ky event mund të ketë një event tjetër me tema mbase të fokusuara, për shembull duke qenë se shumica e njerëzve këtu kam parë që janë shumë të interesuar për financim, një temë e tillë mund të jetë ajo, apo dhe si mund të lind një kërkim shkencor apo fillesat e kërkimit shkencor në përgjithësi. Ide shumë interesante. Shumë faleminderit edhe një herë. Ky webinar është i regjistruar, siç e thash edhe në fillim, dhe duke qenë se nuk morën pjesë shumë persona për shembull, dhe ato që donin të merrnin pjesë, ky webinar do shkarkohet, do hidhet në rrjetet sociale në mënyrë që dhe njerëzit e tjerë të kenë informacione të tilla. Shumë faleminderit dhe ditë e javë të mbar. Nila, shumë faleminderit. Dëgjon? Po. Nila, shumë faleminderit për gjithçka, për organizimin. Faleminderit dhe Ketit edhe Mirjanit për iniciativën. Më vjen mirë që të gjithë pjesëmarrësit ishin të interesuar dhe bën mjaft pyetje, patjetër që do të ndjekin edhe evente të tjera. Dhe shpresoj që ky të jetë eventi nisëmtar, një seri eventesh edhe në bashkëpunim me AKKSH-in, ne kemi këtu drejtoreshën, kështu që është e sigurt që do t'i mbështesim. Si agencija që mbështet kërkimin shkencor në vend. Dhe unë shpresoj që edhe Keti bëri pyetje në fakt që tha që a do kërkojë Shqipëria që t'i kthejë mbrapsht kërkuesve të tyre. Shqipëria kërkon gjithmonë që t'i kthejë mbrapsht kërkuesve të tyre. Çështja është sa kompetitiv jemi neve për t'i kthyer mbrapsht kërkuesit, sepse mundësitë që duhet të jemi realistë që mundësitë që ndoshta një kërkues ka kur ka ecur në karrierën e tij jashtë, ndoshta nuk mund t'i bëj vetëm në Shqipëri. Ajo që neve duam të bëjmë është që pa ju kthyer mbrapsht ndoshta në 100% të punës tuaj, ju kemi bashkëpunëtor dhe nëse ju do doni patjetër të vini në Shqipëri, pra do të gjejmë mundësitë për bashkëpunimin dhe financimin e aktiviteteve në Shqipëri, por kjo bëhet shumë mirë duke bashkëpunuar institucionet shqiptare dhe institucionet ku ju punoni aktualisht. Dhe ju mund të jeni shumë mirë ato diplomatët e shkencës që shkojnë dhe vinë midis institucioneve atje dhe institucioneve tona, krijojnë mundësitë edhe urat e bashkëpunimit, edhe pse jo edhe të financimit përmes projekteve të BE-s. Pra jeni të mirëpritur gjithë për këto. Unë jam shumë e disponueshme për të pritur gjithë propozimet që ju keni. Ne kemi edhe një rrjet kombëtar të iniciative, që National Contact Point për Horizon 2020. Koordinator për këtë është Mirela, drejtoresha e AKKSH-s. Ky rrjet koordinator ne kemi bërë një rinovim vitin e kaluar, duke i zgjedhur në bazë të meritës, sepse përpara këtë koordinator përcaktoheshin, dhe ky rrjet nuk ishte shumë funksional. Besoj në fund të këtij viti do kemi një vlerësim të koordinatorëve në rang kombëtar, të punës së koordinatorëve që janë përzgjedhur përmes konkurrimit vitin e kaluar. Dhe është parashikuar që në bazë të meritave do të vazhdojnë ose do të përzgjedhet një koordinator tjetër.
Që unë besoj që kur të hapen thirrjet e reja për NCP, do jenë të hapura edhe për të gjithë ata që ndodhen jashtë vendit, të cilët duan që të jenë aktiv dhe të promovojnë si ju në Shqipëri fushën përkatëse që mbulojnë, kështu që do ishte një mënyrë shumë e mirë për të afruar edhe kërkuesit nga diaspora që janë aktiv në fushën e kërkimit shkencor edhe në Shqipëri. Gjithashtu edhe përmes rrjetit të Brain Circulation që neve po ngrëm, do jetë sigurt që do kemi rrjete të të rinjve që merren me kërkimin jashtë edhe brenda, kështu që do ketë zhvillime të reja në muajt në vijim, të cilat besoj do ju involvojnë dhe ju. Do i shfrytëzojmë gjitha rrjetet e mënyrat e komunikimit edhe shoqata e profesionistëve jashtë, dhe mënyra të tjera të komunikimit përmes mediave sociale për të bërë publicitetin e platformës në momentin që do jetë e ngritur dhe finalizuar. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit. Tani po shikoj që Mirjani në fakt kishte një përgjigje në lidhje me financimin. Mirjan? Po, Ornella. Ç'është e drejta, së paku në sektorin e shoqërisë civile ku unë kam punuar 10 vitet e fundit, ç'është e drejta fonde që jepen nga donatorë të ndryshëm për kërkimin ka, por janë të limituara. Kryesisht alokohen fonde që kanë për qëllim të financojnë projekte zhvillimi. Pra, porcioni i financave që jepet për projekte kërkimi në krahasim me ato që jepet për projekte zhvillimi është pra tehet i vogël në dëm të projekteve të kërkimit. Megjithatë, zonja Muça e përmendi më herët një mundësi të shkëlqyer që shumë kërkues vendas mund ta përftojnë fal programit të qeverisë që do fillojë të zbatohet së shpejti. Duke qenë se në audiencë ka dhe gjimnazist apo student, është mirë të mësojnë dhe për programet Erasmus Mundus, në të cilat ne kemi qenë të dy përfitues. Janë programe shumë të mira, të cilat financojnë studimet po edhe kërkimin. Domethënë ka disa programe Erasmus Mundus dhe një prej tyre financon dhe kërkimin. Unë kam kohë që jam shkëputur nga kjo pjesë, por besoj që duhet të jetë ende aktiv në një program. Patjetër, faleminderit Mirjan. Atëherë, në qoftë se ndonjëri nga panelistët? Okej. Faleminderit, më doja një moment, faleminderit shumë të gjithëve, faleminderit zonja Linda, dhe patjetër po, në qoftë se do krijohet mundësia, unë jam on board. Okej, shumë mirë atëherë. Me atë rast, do keni dhe mundësi që bashkë me Mirjanin të bashkëpunoni për të fituar projekte kërkimore, sepse financimi në fakt i kërkimit nuk bëhet vetëm përmes fondeve të shtetit. Mirjani e di shumë. Në të gjitha vendet, universitetet janë ato që aplikojnë më së shumti për fonde për projekte. Buxhetet e shteteve për kërkimin janë gjithmonë të reduktuara. Shqipëria është një vend në zhvillim dhe ka edhe shumë prioritete, kështu që jo gjithmonë kërkimi është emergjenca e radhës, kështu që shikohet edhe për të parë se ku kërkojnë investime dhe edhe fonde më emergjente. Dhe në këto kushte, në fakt, i takon të gjithë universitarëve, kërkuesve, dhe prandaj po mundohemi edhe nga ana e qeverisë që të organizojmë rrjete dhe platforma të cilat mundsojnë përcithjen e fondeve të BE-s, të cilat janë në fakt një mundësi shumë e mirë financimi e kërkimit shkencor dhe jo vetëm e zhvillimit, dhe ka fonde pa fund. Ne jemi nga vendet që kemi marrim më pak financime, thithim më pak financime nga BE-ja, dhe kjo për arsye nga më të ndryshme. Një pjesë ka lidhje me problematikat që lidhen me aftësinë për të konceptuar projekte nga zyrat e institucioneve kërkimore, dhe pikërisht bashkëpunimi me institucione të tjera do të mundsojë jo vetëm trajnimin edhe si thua marrjen on board të universiteteve në këto projekte, por edhe do ju fusin në atë
udhën le të themi në vazhdon e kërkimeve shkencore. Kështu që jo çdo gjë duhet ta prisni nga fondet buxhetore, por duhet edhe të bashkëpunoni pak më shumë me njëri tjetrin. Ne do ju krijojmë gjitha mundësitë që krijon rrjetet e KACE, që përmes bashkëpunimit ju të keni më shumë mundësi për të përfitur fonde kërkimore. Mirela, kam përshtypjen që ka problem me mikrofonin, do që të flasi. Faleminderit. Atëherë dy janë momentet kryesore për kërkimin shkencor. Domethënë mbështetja financiare, nga gjithë këto pyetje që u bën dhe gjithë këto komente që u bën, mbështetja financiare dhe mjedisi ku aplikohet kërkimi shkencor. Lidhur me mbështetjen financiare, vërtet fondet janë të limituara, po fondet janë kudo të limituara. Asnjëherë nuk janë sa duhet për kërkimin shkencor. Sigurisht edhe fondet tona janë të limituara dhe orientohen sipas disa prioriteteve që Ministria e Arsimit si institucioni politik bërës bën, pra sipas prioriteteve që ajo vendos. Kështu që ne do duhet që me zgjuarsi t'i drejtohemi fondeve të tjera, sidomos atyre të Komitetit Evropian, që për hir të së vërtetës, ajo që tha Linda është e vërtetë, ne nuk arrim të disbursojmë ose të marrim fondet të paktën ato që na takojnë, po themi kështu në thojza. Kështu që ne duhet jemi pak më, le të themi, më të orientuar drejt këtyre fondeve dhe të kemi ato aftësitë dhe shkaktësitë për të qenë në gjendje që ti përfitisim këto fonde. Për sa i përket bashkëpunimit me shkencëtarët tanë në diasporë, ka disa mundësi. Ka disa mundësi bashkëpunimi me institucionet tona të arsimit lartë apo me institucionet tona kërkimore shkencore. Një nga mundësitë për shembull janë bursat CEPUS. Ne mund të bashkëpunojmë shumë mirë me kërkuesit tanë atje, të cilët vinë këtu, punojnë me, le të themi, skuadrat tona kërkimore shkencore ose punojnë në universitetet tona, në mësimdhënie dhe kanë mbështetjen financiare të programeve, të këtij programi që sapo thash. Ose ka marrëveshje bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe vendeve të tjera të cilat krijojnë mundësinë për bashkëpunime dypalçe. Bashkëpunime dypalçe të skuadrave kërkimore shkencore të dy universiteteve në dy vende të cilat kanë një marrëveshje të përbashkët. Për shembull, ne kemi marrëveshje të përbashkët me Austrinë, kemi marrëveshje të përbashkët me Italinë, me Kosovën, jemi duke nënshkruar me Kroacinë, jemi duke nënshkruar me Sloveninë, pra kemi mundësira të tjera të cilat ne mundsojnë afrimin e kërkuesve shkencorë shqiptar që punojnë në diasporë ose që punojnë në përballë, në laboratoret tona ose në mbështetje të skuadrave tona kërkimore. Kështu që mundësitë janë të pafund. Mjafton të kemi vullnet dhe dëshirë për të bashkëpunuar. Besoj le të themi, një kanal shumë i mirë bashkëpunimi është edhe programi COST. Programi ku kërkuesit shkencor bashkohen në tryeza të përbashkëta për tema specifike për cilat janë të interesuar kërkuesit. Pra, ka shumë mënyra bashkëpunimi. Sa promovohen këto mënyra, sa i njohin kërkuesit shkencor këto kanale bashkëpunimi ose këto kanale financimi. Ne jemi këtu për këtë. Domethënë, nëse konsultohet faqja jone e internetit ose faqet e internetit të programeve, besoj që e gjen një informacion të vlefshëm. Por edhe ndihma që Ornela ose kolegë të tjerë japin në shpërndarjen e informacionit është gjithashtu shumë e vlefshme. Pra ka shumë mënyra se si mund të informohesh rreth financimit dhe ka shumë mënyra se si mund të bashkëpunohet në kërkimin shkencor, ndërmjet vendeve, ndërmjet dy ose më shumë kërkuesve të tjerë. Këtë kisha merak ta thoja sepse jam e sigurt që interesi më i madh i kërkuesve të rinj sidomos është si do mbështetemi ne për të hyrë në këtë karrierë, për të hyrë në këtë rrugë. Ju falenderit. Dhe ju falenderoj edhe për organizimin, ju falenderoj për mbështetjen, edhe ata të cilët na kanë ndjekur me interes ose duan të na ndjekin më tej në mediat sociale ose në kanalet tjera ku do të përsëritet kjo bisedë sotmja.
Atëherë, ajo që do bëj unë, këtë të gjithë ato që janë regjistruar në këtë event, do i dërgohet një email nesër, thjesht për falenderim, po atëherë unë po vë dhe disa vende ku ato mund të gjenë informacione që të lidhen me secilin nga, sidomos me Nastrin, duke qenë se ai është një nga kryesorët, sidomos për financime, po edhe për informacionet më teshme për mënyrat të ndryshme, më thonë thjesht edhe për kërkimin shkencor, po edhe për fitimet nga bursat dhe grantet europiane. Shumë faleminderit. Ditë të mbar. Mirupafshim.